Gjithsej 43 raste me ethet e Nilit Perëndimor janë konfirmuar në të gjithë territorin e Maqedonisë, ndërsa në rajonin e Shkupit rastet e para janë regjistruar në komunat Qendër dhe Çajir. Siç informoi ministri i Shëndetësisë Sasho Klekovski, është konfirmuar edhe një shpend i ngordhur korb, i cili kishte ethet e Nilit Perëndimor, ndërsa shpendet e ngordhur mblidhen nga Agjencia për Ushqim dhe Veterinari. Bartës të kësaj sëmundjeje janë muskonjat, ndërsa në rajonin e Shkupit 34 zona janë me rrezik, prej të cilave 13 me rrezik të lartë. Во основа, тој е оној дел и што можеме да го видиме и што е видлив, условно да кажам, на сателитски снимки. Што се критериумите за ризичност? Во основа се два: застојност на водата и високо ниво на органска материја. Значи, река која е проточна, која има риби во незе, самата по себе не е ризик. Zonat me rrezik të lartë janë jashtë zonës urbane, por qytetarët lëvizin edhe në vende tjera, prandaj masat do të ndërmerren kudo, pavarësisht nëse në një vend është shpallur epidemia e etheve të Nilit Perëndimor apo jo. Тоа е одлука на Центарот за јавно здравје. Значи, они имаат епидемиолошки стандарди, јас политички не се мешам во тие одлуки, они ќе проценат, иако морам да кажам повторно, прогласена или не прогласена епидемија, ние мерките ќе ги правиме. Тоа што во Чучер Сандово нема ризични точки, не значи дека граничните точки нема да бидат вклучени и третирани. Повторно, комарците не познаваат. Klekovski thot se zona me rrezik janë rrugët dhe vendbanimet me numër të madh gropash septike, më pas varrezat për shkak të ujit të ndenjur në vazët dhe pranisë së materialeve organike në to. Grupi i tretë janë deponitë e gomave të vjetra, të cilat janë vend ideal për mushkonjat. Sa i përket kritikave nëse dezinfektimi në terren kundër mushkonjave të rritura dhe larvave është kryer në kohë, nga Qendra për Shëndet Publik përgjigjen. Сметам дека и ларвицидната и адултицидната треба порано да се отпочнува и да се опфати многу поголема површина. Средството е квалитетно, во начинот на растварање и дозата е препорачана според проспектот, така да од таа страна немаме никакви сомнежи. Значи, само треба да обрнеме повеќе внимание на водените површини за да не дозволиме да одлетат комарци. Ministri Klekovski informoi se dezinfektimi i parë kundër larvave të mushkonjave është kryer më 7 maj, ndërka gjatë ditës së sotme u mbajt një takim i Ministrisë së Shëndetësisë me përfaqësues të Qendrës për Shëndet Publik dhe komunave nga i gjithë Shkupi, kryetarët e komunave rurale dhe urbane, me qëllim avancimin e aktiviteteve për përballimin e etheve të Nilit Perëndimor.